Nuk mundet për shembull askush ta krijon qeverinë pa VV-n, edhe nuk mundet ta zgjedh presidentin pa VV-n. Si mund ta zgjedh presidentin pa VV-n? A mundet mu përdor pikërisht këto hapësinat kushtetuese me sjuvenin prapë në zgjedhje në dhjetor, se në dhjetor dul shumë mirë. Me 25 dhjetor i mund 51% dhe ju krijuan disa Politik kur mas thuj kur, dhe më thonë ka mundësi, dhe thot aty ka mundësi gjatë ditë për kryeministrin, për qeveri që është, prej momentit ku dekretohet. Ma fate kushtetuese zoti Kurti nëse kalkulon politikisht me sjuvenin zgjedhjen e dhjetor. Shikon, dhe më thonë ushtrusja detyrës, se presidentit ka për detyrë me nominu mandatarin për qeveri. Por atë detyrë për nominu mandatarin për qeveri nuk ka fatë. Por në momentit kër e nominon, për ati momentit nëse kalojnë gjallë ditë, atëhere shkojmë në zgjedhje të përsërit të jashtëzakonshme. Nuk janë të zgjedhje të parakoshme, për të zgjedhje të jashtëzakonshme. Natyrë shumë fajtorë është që ka ma shumë vota. Shumë thjeshtë është, po edhe këtë tjertë janë fajtorë. Të gjithë duhet me gjithë një kompromis, por fajnë kryesor bazike ka lëvizja vendosje, nëse shkojnë përsëri në zgjedhje. I polemika, për sjuvenin drejt zgjedhjeve dulin deklarat. E kundërta, deri me tani zoti Kurti nuk e ka asnjë deklarat për çështjen e rezultatit, kompromisit, përkundrazi ai unis për vjendsën. Profesor, a mendon se zoti Kurti ka shumë me ndrumënie, pikërisht për shkak të 42%-shit, edhe mos pjesëmarrëses mbi 60% të njerëzve. U pajtum të dy, që kjo është një farë proteste, një farë revolte kundrejt zgjedhjeve një pas njëshme në perspektivën e qytetarëve. Po nevojshme. Nuk di se si do të mendon, dhe më thonë, por mirë kështë me qenë më morë vesh të thamë, dhe gjenë kompromise dhe të rrinë të i kryon institucionet. Kjo është e dëmshme për Kosovën si në sferën e jashtëme ndërkombëtare, po ashtu në sferën brendshme, se pengon në zhvillimet politikat edhe ekonomike edhe financiare, edhe shoqërore në vendit këtu në brenda në Kosovë. Do të thotë përgjegjësia e bjen partisë së parë? Absolutisht, gjithmonë. Për krimin institucional? Absolutisht, ata duhet më ulë me diskutu këtë çështje. Profesor, nuk mundet për shembull askush ta krijon qeverinë pa VV-n, edhe nuk mundet ta zgjedh presidentin pa VV-n. Si mund ta zgjedh presidentin pa VV-n? Ku duhet mi pas 80 vota. Po dhe VV-ja? Edhe VV-ja nuk mundet. Pa njërin prej partive shqiptare. Ato partia shqiptare të cilën, sipas mendimit tim, të cilën mund të zgjedhin, domethënë institucion, është Partia Demokratike, e cila ka kapacitete edhe intelektuale, edhe shkencore, edhe... Se ju, LDK lëvizjeve vendosë edhe Aleanca, për shembull si dy parti të djatha... Ka mundësi edhe kjo, domethënë Aleanca mirë, domethënë ka kalu shumë bukur, edhe kështu që për gjitha këtyre duket Aleanca ka fitu ma shumë ti. Profesor, nëse problemi shkon në zgjedhje, se thema letu kanë më marrë vesh, se me shumë kitë rezultat, se gjatë gjithë kohës, për shembull, lëvizja vendosja akuzon opozitën, opozita akuzon zotin Kurti. Cili është fajtori në rast se shkojnë prapë zgjedhje? Për shkak të një 3 blokadave. Prof, natyrë shumë fajtorë është që ka ma shumë vota. Shumë thjeshtë është, po edhe këtë tjertë janë fajtorë. Të gjithë duhet me gjithë një kompromis, por fajnë kryesor bazike ka lëvizja vendosje, nëse shkojnë përsëri në zgjedhje. Cili është skenari më i mundshëm sipas kushtetutës pas certifikimit të zgjedhjeve këtë proces ku jemi? Skenari më i mundshëm është mas pari duhet brenda 30 ditë të zgjedh kryetari i parlamentit, të zgjedh pastaj edhe qeveria, pastaj edhe presidenti. 30 ditë i kemi afat për kryeparlamentari. Po tash gjykata kushtetuese ka kriju një masë, domethënë. Ti llogaritëm sikose. Ka kalkulime tash, profesor, në emisionet e fundit fol shumë për hapësinat kushtetuese ku mund me gjetë najbir dikun edhe me zgjat, po flas për kohës kur votoi për kryeparlamentarin. 30 ditë i merr kryeparlamentari me vendimin e ri. Qeveria, su përzi pak puna të zgjedhja e qeverisë. Qeveria është prej momentit kur dekretohet mandatari, duhet 60 ditë, brenda 60 ditë të krijohet qeveria. Hajde me marrëm korrekt gusht shtator. Te presidenti e kemi në detyrë? Te presidenti e kemi detyrë, nuk e di te kur e ka detyrën, por pastaj që kryetari i parlamentit të ri, nëse zgjedhet presidenti e merr detyrën edhe bën të ushtrues detyre. Nëse marrën përsipër kërkesën e zotit Kurti, këto zgjedhje ka qenë mi marr 70%. Edhe mi blloku të gjithat. A mundet mu përdor pikërisht këto hapësinat kushtetuese me sjuvenin prapë në zgjedhje në dhjetor, se në dhjetor dul shumë mirë. Me 25 dhjetor i mund 51% dhe ju krijuan disa. Politik kur mas thuj kur, domethënë ka mundësi, do thotë aty ka mundësi gjatë ditë për kryeministrin, për qeveri që është, prej momentit ku dekretohet. Ma fate kushtetuese zoti Kurti nëse kalkulon politikisht me sjuvenin zgjedhjen. Shikon, domethënë ushtruesja e detyrës, se presidentit ka për detyrë
me nominu mandatarin për qeveri. Por atë detyrë për me nominu mandatarin për qeveri nuk ka afat. Por në momentin kur e nominon, për ati momentit, nëse kalojnë gjallë ditë, atëhere shkojmë në zgjedhje të përsëri të jashtëzakonshme. Nuk janë të zgjedhjet parakohshme, por të zgjedhjet të jashtëzakonshme. Zgjedhjet e parakohshme kanë karakter këtë tjetër. A mundet me ju këthi bumerang zotit Kurti nëse tani ma shqisare që është kalkulim për me si u venin zgjedhjen dhjetor për shkak diasporës edhe mundësisë fund vitit? Po shihet që rezultati.